Uji nga rrjeti ujësjellësit në Gostivare ende nuk është i përshtatshëm për t'u pirë dhe vazhdon të përdoret vetëm si ujë teknik, deklaroi pasditën e sotme në një konferencë për shtyp ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski, pas mbledhjes së shtabit kryesor për menaxhimin e krizave. Ai sqaroi se kanë rënë dakord për mënyrën se si do të zhvillohen analizat e radhës dhe ato do të kryhen më shpesh, përkatësisht do të rritet vazhdimësia e matjeve të cilësisë së ujit nga disa institucione. Sa po të kemi 3 rezultate radhazi që konfirmojnë se uji është i rregullt për pije në të gjitha piket e matëse në qytet, atëherë do të njoftojmë qytetarët e Gostivarit se uji mund të përdoret edhe për pije përveç përdorimit të tij si ujë teknik, siç është përdorur deri më tani. Ai theksoi se do të vazhdojë furnizimi i Gostivarit me ujë të pishëm në shishe, duke bërtitur se gjatë ditëve të fundit janë shpërndarë rreth 580.000 litra ujë nga qeveria, kompani me përgjegjësi shoqërore dhe komuna të tjera. Ministri u bëri thirrje qytetarëve që në periudhën e ardhshme ta lënë ujin të rrjedhë sa më shumë nga çezmat në shtëpitë e tyre, me qëllim që të përshpejtohet pastrimi i tubacioneve kryesore dhe dytësore të ujësjellësit. Sipas tij, aktualisht po zhvillohet procesi i hiperklorimit deri në nivelin maksimal të lejuar me ligj.